Policia e shtetit I hodhi prangat më 12 shkurt, në mesditë Elio Lazajt, I cili pretendonte se ishte një gazetar, dikur një mercenar tek Ora News, më pas I marrë në kontroll nga një biznesmen I lidhur me botën e krimit, I shumë akuzuar nga politika dhe I përgjorur si një kamikaz në mbrojtje të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Pra, nga armik I këtij të fundit u kthye në një shërbëtor të tij. U fol se mori apartamente, makina, shumat majme, por më pas vet gazetari akuzonte se ja kishin marrë të gjitha dhe e kishin lënë me gisht në gojë. Megjithse policia në momentin e arrestimit I gjeti në disa zyra, ku pretendohej se ekzistonin 3 portale, njëri prej cilve kryesori I gjobvënies. Elio Lazaj u arrestua pasi prej 2 vitesh kërcënonte, shantazhonte dhe shtrëngonte forcërisht me komunikime, por edhe me shkrimet e tij të vazhdueshme, një zyrtar të shtetit, thjesht e vetëm për të plotësuar orekset politike të ndonjë biznesmeni me inicialet AD, por edhe urtrat politik që vinin për të sulmuar zyrtar të caktuar të opozitës. Sipas burimeve zyrtare të siguruara nga SNA, biznesmeni AD, I cili po interesohet te dëshmitaret dhe njihet si njeri me lidhje të ngushta me kryeprokurorin Olsian Çela dhe të tjerë bashkëpunëtor të Elio Lazajt, Gjobaxhiu të arrestuar nga policia, po qarkullojnë fort materiale dhe po lëvizin duke kontaktuar kallëzuesit, por edhe duke kërkuar që nga policia e shtetit të merren dhe të ndryshohen të 4 telefonat që janë sekuestruar gazetari Gjobaxhi. Jo vetëm kontaktet me persona të tretë, dëshmitar apo denoncuesit e Elio Lazajt, por edhe lëvizjet e bëra për të ndryshuar telefonat ka rënë në sy të agjencive ligjzbatuese dhe qartë po duket e gjithë skema, e cila nuk ka qenë thjesht dhe vetëm e bërë nga një dorë, si gazetari Gjobaxhi Elio Lazaj, por ka pasur të përfshireve persona të tjerë, sa të dirigjuar nga burgu I Durrësit, sa nga mejhanet e Tiranës, apo njerëz të lidhur me trafikun e drogës, krimin dhe të ekspozuar përpara spakut për vepra të ndryshme penale. Zbërthimi I 4 telefonave të gazetarit Elio Lazaj duket se ka tmerruar jo pak, jo vetëm biznesmenin dhe bashkëpunëtorët e Lazajt, por edhe të tjerë gazetar bashkëpunëtor të këtij individi dhe të tjerëve, persona të arrestuar që ndodhen një qeli, të cilët duket se kanë funksionuar si një grup I strukturuar kriminal. Zbërthimi I 4 telefonave të Lazajt do të sjellë edhe rrëzimin shumë shpejt të një grupi individësh që funksionojnë jo thjesht dhe vetëm si një band gjobaxhinsh në krah të njëri tjetrit, por si një strukturë mercenarësh të korruptuar në shërbim të pushtetit, që tashmë me marrjen e telefonave të Elio Lazajt, I cili nuk ka pranuar t'ia jap kodet e tij oficerëve të policisë gjyqësore, do të bëjë zbërthimin e plot të gjithë skemës, jo vetëm të sulmeve ndaj eksponentëve të caktuar të politikës, jo vetëm ndaj denigrimit, sharjeve dhe akuzave të pavërteta ndaj personazheve të ndryshëm mediatik, por do të zbulojë qartazi se si portale anonime tashmë do të konfirmohen se nga kush drejtohen. Duke u krijuar e gjithë skema e grupit të strukturuar kriminal, pritet që dosja e Elio Lazajt t'i kalojë spakut për hetime të thella, për të zbuluar të gjithë të vërtetën që fshihet pas një bande kriminale, me individ të përfshirë në gjobvënie, shantazhe, kërcënime, denigrime, mashtrime, fyerje, që kanë funksionuar si një klan mafioz në media për qëllime bandash, për qëllime të grupeve të caktuara kriminale, trafikantëve të drogës, personave të arrestuar nga spaku, apo atyre në hetim, dhe kryesisht zyrtarëve të shtetit sipas pagesave majme mujore. Këto tashmë jo vetëm janë zbërthyer, por pritet të konfirmohen edhe ligjërisht për të çuar në bankën e akuzuarve një nga një të gjithë personat përgjegjës.